That's simply the best. Better than all the rest. Better than anyone I ever met. I'm stuck on your hook. I don't have any words to say. Testify. Baby, I would rather be down. You're the best. Mirë broma të gjithëve! Mirë se erdhat! Në Why Not! Si u shpartallum, u stramfilosum kështu nuk e marrë vesh. Është efekti i bandës së Why Not, është efekti i natës finale. Ju lutem, dua një duar trokitje tani të mbledh pak veten. Pra zemrat e mia, ja ku jemi në Why Not dhe kjo është puntata finale. Kjo është puntata e fundit për sezonin e 5. Nuk është se mbaruam, mos kujtoni se do ikim. Ne do kthehemi prap për sezonin e 6. Po kjo është puntata e fundit duke i lënë vend dhe hapësirë kujtimeve verore, punëve verore, keni projekte verore djema. Banda, do këndoni gjëkundi? Edhe më e rëndësishmja, a do ju marri malli për Why Not-in? Nuk ishte retorike pa tjetër. Do me thënë nuk e di si do të përshë. Ha, më djema, ha. Dhe kam pyetje për publikun, do ju marri malli për Why Not-in? Dhe kam pyetje për të nytin e Why Not-it. Hajde i nyti këtu. Hajde, i nyti nuk është me mikrofon, sepse është spontan në ky reagimi tani. Hajde këti. Se të kam këtu, do të marri malli për Why Not-in? Pa fond. Okej. Si po pres kthemin tetor fuqishëm. Akoma më. Yeah! Vazhdo Kledis, faleminderit shumë, fenomeni TikTokut. Vlen për t'u veçuar fakti që shikueshmëri shumë të lartë kam patur pyetjet provokuese duke qarkulluar gjithandej në rrjetet sociale, kështu që bravo Kledisi me pyetjet e tia spontane, të personalizuara dhe faleminderit gjithë të tjerë që i keni marrë dhe i keni transmetuar mrapa. Dhe ndërkohë, një duar trokitje dua për bandën e Why Not. The best of the best, jeni më të mirët. E di që isha duke diskutuar 2 ditë më përpara, kur mblodhëm me post-produksion, me redaktorin, me regjizorin, edhe po flisnin për Why Not-in, thanë, o Roza tha, e ke vënë re tha që çdo artist që ka ardhur në Why Not ka thënë, banda që keni ju janë të papam, janë më të mirët, janë të papar. Kështu që ju keni fitu zemrat e çdo artisti që ka shkel në studion tonë. Faleminderit shumë që na keni nxjerr kaq faqebardh. Faleminderit ju Roz, më falë që po flasim në emër gjithë çunave, por që sinqerisht unë i kam shok edhe nëse do ja thoja tip nga ora 10 para dite, këto do thoshin orën mirë e këtij ç'a ke pi. Do doja t'i falenderoja nga zemra, përveç gjithë stafit Why Not-it që jemi ndier kaq ngrohtë këtë sezon dhe kaq mirë dhe kemi bërë party papame, do doja t'i falenderoja këto 3 çuna të mrekullueshëm që na u përgjigjen dhe i kemi këtu sot që janë njëri më i talentuar se tjetri. Faleminderit çuna, ju kam shok të vjetër, ju du me zemër. Skuadra më e mirë! Oh, mon Dio, qa mund themi për këtë sezon, ka qenë fantastik. Dhe unë do doja që të ndiqnim tani të gjithë së bashku një përmbledhje të vogël dhe të shkurtër të momenteve më të bukura të Why Not të këtij sezoni. Noisy! Jo, Roza, Why Not? Tha, ne kemi lajmëruar një shok ton, që e njeh një shokun tat, identik të në fjalët, që ai shok jot thonë të ty.
Nuk jemi në tipa që të shoqërohemi në policijës, më fort është të deshim me më qumë burg. Qa do ndryshoj të vetja? Do vje thjesht i paruke? Edhe të cica këtu. Se di, do kisha qesh njerëz, do kishim qesh të dy, di, jam i sigurt. E di që ka qenë një fancimi moshës vogël. Ka gjëra që populli nuk e dinë dhe nuk e nevojë të bësh kurban për politikanë se ja ku përfundon. Ja ti këtë e kisha thënë si vlla. Dytan! Zyrtarisht, mirë se erdhe në intervistë në Shqipëri. Mi su i gjitha. Kështu me një televizion për jetë, po është këto që kam morë, edhe nuk kam shku asë njerë, kam posë kështu oferta, po se di, nuk më ka do kështu më arsyshme me shku. Lidhur, i fejuar? Jo, nuk jam i lidhur, Nuk jemi po lidhur? ti më thë aj, ke bo këto. Do të kishte lënë makina në shkretë të tjerë, dafinën. Kisha thonë mere makinën edhe ek vetë. Mike! Krejti fala E kuran mund t'ullar qeje me mëllon Krejti fala E një pot me pas beson të kisha bon Po e humbin me shiju atë art t'u fokusu kujt i ka hedh des. A ishe martu me Roza Latin? A isha martu? Nuk shkova dete Roza Lati heq, visu ndalova, a ishe martu. Krejti falet, edhe kur ju më nullet të jeme me lon. Krejti falet, edhe një bot me pas me sot të kisha non. Krejti falet. Monika Lubonja! Monika me sytezi Dhe me buska si qerëshi E dashur Monika, po pse nuk martohesh? Në te, mu futa direkte. Pra, unë me këtë në luft. Po, patjetër. Ne të dyja? Ne të dyja. Ti me mu, unë me ty. Storm në studio! It's PM to the top now! Qoma stit shmena jam do di Qa jam mena jam do di Po qka po zemra jam do di Po jam do di Qoma stit shmena jam do di Qa u pëllë ka aty mrena, qa u bëjke, Sora për shembull u kapke me këto naj fjalosje, nga jashtë, qëre vllojët qa pi bën, nusës tone. Dua të di se sa presion ke ngrënë ti vlla nga fisiot kur dhe bësh dasmën. Pyetja ime troç, Kam ngrënë presion me kilogram. Ti me Angelin që si pëlqejnë gjërat kollaj, është pak tomboy. I thon E vetë nga luftë e cila u dorëzua Angel ishte lufta me do. 100.000 euro janë të rëndësishme, po truni jonë është më i rëndësishëm. Dashamir Shehi! Të na drejtojnë budallejt, të na sundojnë budallejt. Që gjithë hapi rrugë budallejve, nuk më duke që prehe mu. Po së të rritë në parlament s'ke si pësi rejna s'grua në shpi, s'ke që thushë. Nërsa kur je thoi që qesh mbledhi, qesh tu, qesh atje, qesh tu. Tirana është një lop e mirë, me thë, dhe ka kullur si lop. Por nuk do vjel ka që shumër. A ke dëshirë të shkosh në aftësirë? Kam frikë që të fletëroj. Angel Shkira! And that she said, it's okay, I got lost on the way, but I'm super good. Thonë me zi ule me këto kilogramet që kam shtuar. O zemra, po si të rargjoj atë 10.000-shën? O zemra, pse me rozën telefon? Shpirt, më pëlqen, falje. Ti më shpirt, më ube, më dole nga duar tasho. Për ndryshe me Benjadën kam qenë në një krevat për 4 muaj. Mbas 4 muaj Big Brother nuk më bën përshtypje as një palaco. Çfarë kujtimesh, çfarë emocionesh, çfarë why noti.
I falenderojmë shumë që të gjithë ata personazhe, ata artistë, ata persona publik që kanë ardhur në studion tonë, që janë kënaqur. Dhe le të themi që të gjithë kanë qenë me atë frymën që sa bukur ishit te Why Not-i, do vim prap. Pra, të dashur miq, qëllimi i emisionit ton është përveç se të bëjmë show dhe të bëjmë një emision të bukur, një produkt të bukur për servirur për shqiptarët, qëllimi jon mbi të gjitha është që ata që ne ftojmë në studion ton të vinë prap. Të vinë dhe të vinë me shumë dashuri. Le të themi që në këtë sezon të 5 kemi patur shumë personazhe që kanë qenë për herë të parë në televizionin Ora dhe për herë të parë në Why Not. Dhe në fakt, është momenti që të bëj prezantimin e të ftuarës speciale që ne kemi përzgjedhur për këtë puntatë finale të mbylljes të sezonit të 5. Si puntata finale dhe grand final i Why Not për një sezon kaq të suksesshëm sa kishim, nuk mund të mos mbyllja në mënyrën më të mirë të mundshme. Dhe sot në Why Not vjen më e mira. E përkthyer ndryshe vjen fiksimi i Rozalatit. E përkthyer ndryshe, sipas sondazheve që janë lart e poshtë, është fiksimi dhe e preferuara e të gjithë shqiptarëve. Nuk e keni ide në, unë po dritëm këto momente, po më rref zemra fort, të lutem shumë Gledi, më bëj gati, e folja atyre në kratë, më bëj gati koktejlin. Që me zi po mbaj shkopa për dhe. Do me thanë, bëjemi gati se, prit, a i dëgjoni e likat? Sepse një informacion që duhet të dinë të gjithë, është se e ftuara speciale që vjen sonte në Why Not, vjen me helikopter. Dhe po dëgjoj që po parkohet në oborrin e Orës, kështu që ju lutem regjia, më bëni një lidhje direkte me oborrin e Orës dhe kthehemi këtu në studio prap.
The best, my love. Faleminderit shumë. Wow, çfarë studio i bukur, bendi i bukur, të gjithë ju dukeni shumë bukur. Faleminderit shumë për ftesën. Roza, a je mirë? Roz? Roza! Roza! Unë jam Roza, fiksimi yt. Ta finë një sërme. Why not? Okej. E di, kam atë efekt, Po, Wadjo Xhaxha, faleminderit Wadjo Xhaxha, ku mund vete unë pa ty, Wadjo Xhaxha. Oh, Dafina. Welcome to Why Not, Zemra. Si kur u ftillova I cikë se po më freskohet pak ky krau, po nina më mirë. Tash po nina më mirë. Qofse po të freskon, ma bjena dhe munja. Dhe me qëra fjalla, duke qënë se është puntata finale e Why Not, finale është gjithmonë fest, është alegri, ne bëjmë gëzuar dhe festojmë dhe gëjmë dolli për një sezon të suksesshëm që kishim, ky është sezoni 5. Kështu që kemi këtu dhe banakierin, kemi dhe vajzën bukuroshe të cilët do na shërbejnë koktejlet e freskëta, ju lutem shumë, një koktejl për mua, një koktejl për fiksimin tim, për Dafinën, për bandën gjithashtu, të mbledhim pak veten. Unë personalisht. Dafi! Oh my god, oh my god. Oh, Dafina. E di mirë ky publik se sa jam lutë unë. Jam lutë kishës e kam desë qëri që të vije ti në Why Not. Ti nuk e ke iden. Ti nuk e ke iden. Dhe realisht, tani që të mora aty zemra ime, unë them ta mbyll karrierën, se s'kam që të bëjmë mbrapa, por, për hatër të Wadjo Xhaxhës, që s'do ke qa të bëj, duhet me bë Why Not-in. Duhet me bë Why Not-in. Duhet me vazhdo gjithsesi. Pa tjetër. Dafi, jo më kohë je e preferuar të gjithve, jo vetëm e imja, të qenurit më e mira, të qenurit on top, ka të mirën, ka dhe të keqen e vetë. Ka të mirën sepse je më e mira, po ka dhe të keqen e vetë sepse të sulmojnë, mundohen të të zënë vëndin, mundohen me të prish punë, mundohen me të kopju dhe mbrapa thonë, jo se na ka kopju ajo ne, kam dëgjuar lloj situatash që bëjnë njerëzit nga zilia. So, qa komenti ke të kesh një status të tillë? Qa lloj presioni mund tjetë? Po mendoj presion është një lloj presioni edhe pse mbaret në çfarë mudje, si ki kalu ditën do me thonë. Po ma shumë me tregu drejt më I feel sorry for them, ma shumë se sa për veti, sepse e vynë disa personave ma shumë kohë më njoftu me vetë vetën, me respektu vetë vetën, faleminderit shumë. Dhe me ndërtu një vetë besim, dhe mendoj që ajo ka të bëj edhe me rrethin e një artistës, kështu që nuk e marrë shumë afër zemrës, sepse I di që vjen dita që e kuptojnë gabimet e veta dhe...
So everything goes on. Pjesë e rrugës, besoj. Pjesë e karrierës. Pjesë e karrierës. Dikush e kalon në atë mënyrë, dikush mënyrat e tjera. Well, jetojmë në një botë të egër, zemra ime. 2022 është një competition shumë i egër. Everything is about likes, views and money. Si e përkthen ti këtë? Me vjen keq shumë që u ndërtu bota në atë mënyrë. Kam mendu që social media ka me pas një benefit ma pozitive se sa negative, po normalisht kur ndërtohet, kur vjen diçka shumë e mirë, vinë edhe gjërat e këqija, kështu që it's a part of the process. Por normalisht kur mendoj për të ardhmen e fëmis teme, kur e bojo në fëmin time, është qëtër me mendu pak ma shumë sa vështirë kemi pas dhe qëfar sene tjera kanë me dalë edhe sa ma shtirë ka me qenë. Po, edhe më mbrapa, me kalimin e kohës. Vesh po shpresoj që nuk ka më zhdu komplet humanizmja, si me thonë. Dhe më thonë njerëzimi në këtë tokë për shkaku e interesave të shumta që janë pak gabimisht. Pe harojmë njëri tjetrin, dhe më thonë. Shpresoj që nuk e harojmë njëri tjetrin. Ka të drejt. She's right, she's so right. Dhe buka ajo që vlen për t'u theksuar është se Dafi ti ke shumë vite në karrierë, ke bë këngë e hite që pa qenë Instagrami, që pa qenë Facebooku, këto rrjete sociale, ti ke nxjerrë klipe, ke nxjerrë këngë që atëherë. E tash jemi në kohën që lançojnë gjëra dhe më kollaj. A të pëlqen të më shumë ajo periudhë, apo të pëlqen kjo periudhë? Si po e shikon? Po mendoj dy periudet më kam pëlqy, sepse kam mësu shumë prej periudës parë. Periuda i dytë më pëlqen shumë sepse mundesh me promovu veten, s'ki nevoj për shumë gjona tjera. Bravo, është më e kollajt. Kështu që është po, edhe ka shumë talenta me të vërtet që mendoj që t'ja kishim fillu karrierën qatë herë në periudën e parë, nuk kishtë ndodhur në mënyra rregull, nuk kishtë qenë fair me fjallë tjera. So jam happy që mujnë njerëz të ri me promovu veten, mënyrat e veta në social media. Do me thonë, kur përdoret social media në atë mënyrë, më knaqet edhe mu shpirti, kur e shate gjana. Për mirë. Si për shembull, sot është e shtunë, por para pak ditëve ti sapo ke lançuar këngën tënde të fundit me Kida. Yes. Me këngëtaren Kida, një duar trokitje, ju lutem. Yeah! That was nice. Ishte super dhe na pëlqeu shumë, jashtë mase. Kemi dhe foto që shoqërojmë në LED Wall. Mund na tregosh eksperienca, si nisi kënga, kujt ishte ideja, kush i bëri ftesën kujt nga gocat, si e latë së muhabet? Po mendoj ishte interes të djanshëm, unë e njoh Kidën që një kohë prej fillimit karrierës tem, do me thonë, para se mja fillu ajo karrierën e vetë, kështu që po më vjen shumë i që ka arrit ajo më zhvillu në qatë femën që u bo sot dhe është përmirësuar shumë, është pjekur shumë. Edhe kemi kalu shumë bukur, si dy shoqet ngushtë, do me thonë gjatë këtë procesës e zhvillimit projektit, këngës edhe videoklipit, ka qenë eksperiencë, më së thonë, dërë më të mira që e kom pas me kolegë. Aha. Yes. Dhe bukra është një pyetje kemi ne nga Why Not, më falni mua. Kur doli projekti i ri Dafi and Kida, duke ditur tani se si funksionojnë gjërat vërdall, a është trem njeri nga ky bashkëpunim? Kush është tut nga ky bashkëpunim? Janë tut njerëzit? A mendon? Unë po mendoj që ndoshta ma shumë janë knaqë, se është një projekt shumë e bukur. Kështu që sigurisht kanë këndu dhe kanë kërcy kur e kanë pa spotin dhe e kanë dëgju këngën, se është një këngë shumë i lezetshëm, kështu që... Bën me kërcy? Po, definitivisht. Bën me lujt belin, bën me muni shumë mirë. Dhe gocat e klipit në fakt ishin shumë të bukura. Po. Dhe një detaj tjetër, një arsye tjetër pse je fiksimi im, është sepse ti përkrah femrat. I përkrah femrat je feminist. I përkrah femrat e bukura,
Në klipet e Dafina Zeqirit vërehen vajza modele, vajza të bukura, ndërkohë që nuk është se është diçka që ndodh në përgjithësi në estradën shqiptare. Do me thënë, të rimshtrëmbër të flasim drejt, kemi shumë artiste që janë vetëm ato në klip, dalin vetëm ato në klip, okej, ka dhe klipet të tilla, po presim, akoma nuk po nxjerrin goca në klipet e tyre. Dhe ndërkohë kemi Dafinën, që i promovon vajzat e bukura, ja për shembull tek Zili, ke dalë me modelen, me fustanin saten, tek Lafe, vajzat e bukura, nuk e di do me thënë kaq të mira. It's like amazing, Dafina, komplimente. Faleminderit shumë. Çfarë fryme ke? Çfarë mund thuash për këtë gjë? Do me thënë, femrat që suportojnë femrat. Po, për mua jo është e natyrshme, se unë jam rrit me një shtëpi ku mami jam na ka mësuar neve motrat mu mbështet të njëra tjetra, me support njëri tjetrin, me shty përpara njëri tjetrin, pa marrë parasysh që jemi gjithë ndryshe, mendojmë ndryshe, dukem ndryshe. Dhe unë mendoj që mujna me gjithë bukuri në çfarë do lloj femre dhe është falë prej budallaki mos m'ja dhënë dorën secillit prej tyre dhe me ngrej përpara, se nuk është lehtë as pak, sidomos për një femër, sidomos për kohës kur ka marrë dhone, kur e kum nisur në karrierën time. Dhe ende sot do në mendoj që ka nevojë femrat për suport mas shumti. Kështu që Ama se vdesu për këtë bandë, ku më bën këtë tan-tan. Banda! Tan-tan, banda! Gëzuar, Dafi. Mirë se erdhe, zemra ime. Mirë se erdhe. Për çështjen e frymës tënde feministe i ke dedikuar shumë këngë femrës, edhe kënga që ke bërë me Kreshën, që është specifikisht për femrat edhe dhunën ndaj femrës, por që do i lëm një hapësirë më vete, ku ne si Why Not kemi përzgjedhur disa vargje të tuat nga këngë të ndryshme dhe do t'i komentojmë këtu bashk. Po ndërkohë, le t'i prezantojmë pak publikut, gjithë kudo që po na shikojnë anë mban, ndjekësit, fansat e Dafinës, ata që ndjekin Why Not-in, duhet të jenë në dieni që Dafina Zeqiri po bën dokumentarin e saj. Kjo është diçka speciale. E dashur, çfarë mund thuash për këtë? Kur do dali? Po, me që si vjetë festoj 15 vjetorin e karrierës, kom vendosë bashku me një gazetar suedis, cili ka fitu Grammys, është një gazetar shumë i respektueshëm, që punon që 40 plus vite si gazetar e industrisë muzikore, do me thonë, në Suedi. Flasëm për herë të parë për shumë gjëra në jetën time, që janë... Për sa i përket karrierës, apo... Karrierës dhe jetës private, shumë gjëra që nuk kam folur asnjëherë për këto details. Kështu që është një dokumentar super ekskluzive, do me thonë, dhe besoj që përfundohet si vjetë, dhe do del ka fundi i vitit, po nuk jam 100% e sigurt. Edhe post-produksion? Po. E më thash sa të bëhet? Po, ajo ka me dalë sigurt. Qose nuk del në 2022, besoj që del gjithsesi në fillim 2023-ës, në televizionit suedeze mas pari, pastaj e bëjmë përkthimin dhe del edhe... Në çfarë gjuhë do jetë dokumentari? Ajo është në gjuhën suedeze dhe anglisht. Dhe anglisht. Po. Okej. Aty prononcohen dhe personazhe të tjerë përveç teje, apo je vetëm ti që flet? Ja, mund dhe janë disa bashkëpunëtorë të mi cilat më kanë përcjell prej fillimit karrierës. Okej. Me zi e presim. Do jetë fantastike. Me zi e presim. Ti je një vajzë shumë e fortë, edhe e thash, e bëra hapjen që në fillim të jesh më e mira, ka të mirën e vet, ka dhe të keqen e vet, ti je një vajzë shumë e fortë e dashur. Ke bërë këngë pafund, ke qenë një trampolin suksesi për talentet të reja që sot e kësaj dite janë dhe ata të mëdhenj. Ata ato përfshi këtu, ti ke 15 vite karrierë, ke bashkëpunuar me shumë artistë.
Dhe prap së prap, koha kalon, qa nuk dëgjojmë, kështu bizi vlon, dhe unë jam e ullur në atë divanin tim dhe them, ja kush Dafina nxori hitin e radhës. Ti vërtet e dashur, jam mbyll gojën të gjithve dhe çfarë do lloj rumors, tash e them që bëhen, me punë, me sukses. Më pëlqen që nuk e prononcuar kur, për asgjë që mund të jetë komentuar vërdall për karrierën tënde dhe je përgjigj vetëm me hite. Bravo Dafina. Ja një arsye tjetër pse je fiksimi im edhe unë nuk bëra keq tani. O xhaxha, po duhet ta bëjmë çik më shumë këto burit dhe ose s'po më ftofet më krau. Non puedo más, xhaxha. S'ka problem, jemi mirë, jemi okej. Jemi mirë, xhaxha. Dhe me që po thonin për talentet të reja, Dafina Zeqiri, një trampolin suksesi për shumë e shumë artista, ka bërë vakim brapa që artistat mund t'jenë treguar shumë mirënjohës, po mund t'jenë treguar dhe mos mirënjohës? Po normal. Po normale. Dhe reagimi Unfortunately, po është çka është. Kështu funksionon kudo. Kështu funksionon kudo, po e vërtet shumë. Kështu është jeta. Dhe përgjigja jote më e mirë ka qenë duke prodhu art. Po. Sepse thonë një shprehje bukur shqiptarët, nuk jep dot diellit balt. So, kush është për të shkëlqy, do shkëlqej gjithmonë. Dhe me që është puna të këto talentet të reja, të ndalojmë pak tek shtëpia Money Music. Sa ko ka, sa vite u bën që operon Money Music? Money Music e ka 10 vite. 10 vjet? 10 vite, po. Okej, si po shkon? Super mirë, çdo vjet shkon më mirë. You're the boss there, baby. I mean, I am and I'm not. Po mendoj ka njerë s'kam qare pa ngrit gishtin, se ne jemi edhe si familje, do me thonë, ka njerë kur e vrejmë që dikush u shliru pak edhe nuk e krymë punën, ndoshta qysh duhet pak mu to be the bad cop. Po, polici mirë, polici keq. Qashtu, edhe pse ajo ndodh vetëm me detalje super të vogla, do me thonë që nuk janë fort të rëndësishëm, po reagojmë sepse kemi qef gjithmonë principet dhe, si me thonë, balansi e ekipes me qenë gjithmonë në nivel. Kështu që... Por në fakt edhe, si do që të vi puna, kush hynë në shtëpinë Money Music, duhet jenë pa tjetër talent, duhet jenë pa tjetër njerëz të mirë, sepse nuk mund punosh me më të mirë nëse nuk je i mirë vetë, vlla. Për shembull, ne kemi patur këtu Ronin. Roni, një dashuri e vërtetë, përshëndesim shumë Ron, na ka pëlqyer shumë me këngën që ka bërë me Semin. Vërtet sukses. Shumë e bukur, po. Dhe edhe Roni ti thash, ti djalë blen shumë, i thash që të ka marrë Dafina në NG. Bravo. Po është vërtet. Ke postuar një foto në Instagram që pak a shumë mendoj se e tregon ajo pozicionin tënd në jetë, në marrëdhënie pune, në lagje, in the hood, everywhere. Fotoja ne na ka pëlqyer shumë edhe shkrimin "You're allowed 5 emotional minutes in the day, then you gotta be a gangster." Yes, you do. Ashtu? Survival mode. Pastaj dush me vazhdu për para, se s'ki zgjidhje tjetër, kështu që... Bravo! Do me thonë, qa motivi jep njerëzve që ju është bërë jeta malore, edhe s'po qajnë dot. Si kush është frymëzimi jot, kur ty s'po të bëjë, s'po të dele jot, what you do? Mami, gjithmonë, mami. Ajo, prej që kam qenë e vogël, prej që kom fillu karrierën dhe sot ma shumë njep fuqi, do me thonë të i pa ata që kur nuk dorëzohet, as me shnetën, as me kur gjëhesh, do me thonë është gjithmonë pozitive dhe ka njerë thamë si ja bëjnë, si ja del, se me të vërtet unë e di që i ko marrë fuqin prej saj dhe na ka frymëzu shumë ajo edhe me fjallë edhe me gjithë shka, por prapë thamë si Adele. Më thonë, ajo është një shembull super heroin, super e fuqishëm, shumë pozitive,
Po më parasysh a ka dhimbje, a ka mërzi, do më thonë shumë rrallë herë ndodh që e shfaq ato dhe ajo më bën mu të emocionohem shumë dhe të vazhdoj përpara. Dafi, është një shprehje bukur që thotë nga kultura e nënës duke se qa fëmijë e ka, kështu që duke të parë ty, nuk e vëm në diskutim se qa femre nobel është nëna jote. Dhe në fakt ne e përshëndesim shumë si Why Not, e duam shumë, mami, ke bërë një kryevere për mami. Mami Dafit, we love you, edhe veçoj këtu shkrimet i bën shumë të bukura për të, kur e uron për ditëlindje, për 8 marsin. Po mundohem me bë të bukura, sepse ajo kur shkruan ta merr mendja që ta ka dërgu një poezia në gjasa, ajo ka qenë këngëtare, kështu që ajo gjithmonë e ka një shkrim super të bukur dhe mendoj me ja kalu asaj. Po... Okej. Po mua më pëlqen personalisht. Mundohem të paktën, se me fjalën mendoj që kur është një njërish super e veçantë i jetës tënde, është shumë vështirë me përshkru qatë person me fjalë. Po mundohem sa do pak. Sa herë e postoj mundohem me vazhduat. Mua më kam pëlqyer shumë. Madje, të them një sekret, i kam marrë një 2 rreshta të tuat kur i kam çu mamit mesazh. Why not? Why not? Dhe duke qenë se ke një mami të tillë, le të themi që dhe ti vetë Dafina e ke këtë ndjenjën e mamit, kur bëhet fjalë me ekipin e punës. Yes, of course. Për shembull, kam 6 fëmijë. Ke 6 fëmijë. Ndalojmë pak te tripat e koncerteve. Flasim pak për koncertet e tua, që janë pafund. Që para se të vinte këtu Dafi në studion tonë, para 2 ditëve ka pas 3 koncerte rresht në 3 shtete të ndryshme. Po. Kështu që përpos lodhjes, ne vlerësojmë shumë që ke ardhur në studion tonë, zemra ime. Si shkojnë koncertet? Qa bëni në për koncerte? Më tregon ndonjë histori fani? Në një gjë që e komenton? Në këshyri apo më shikon Plumi, jo nuk më shikon Mira, Plumi për momentin për siguri do jetë nga regjia. Në koncertin e gjithmonë kalojna super mirë dhe ndodh shpesh herë që në skenë kur jam të performu e përdorem foret që i bojna në shtëpi, batuta dhe me thonë që i bojna në shtëpi dhe në vetur të unisë për një koncert lodhun, se kur i lodhun një qeshëm shumë, edhe batutat neve në mbojnë dhe me thonë në shumë energji. Dhe ka ndodhur njëherë me një koncert verës kur nuk e harroj, i kam pas një partaka, që i kam pas një flet këto në gjiton, do me thonë është fashion, tash ka ndalë majica me fleta jashtë, që janë të këthy me mbrapsht. Dhe kur i afrova DJ Geekit, për me pi pak koktelin tem, ka vrapu Plumi edhe janë ka fillu me ma ngrejat fletin që e pata në taka, në kam, vëdhone e shikoha dhe thash që është të bo Plumi. Edhe këne e pasë në do fansa që këshëshën, like, what's going on, që është të ndo. Edhe më nojsha mu të shkapri, Plumit me trigu, like, what are you doing, kjo është pjesë e këpucës. E takës a vëdin dhe kërë këtheva, e pas që ato në fillim e kam pa, në fillim të stage dhe janë ishtën me qesh dhe mas që asaj dhe me thonë. Plumi kujton të qatë kanë gecë ty të taka? Plumi ka mendu që unë kom haru price tag në... etiketën? Etiketën, po. Ajo nuk ishte etiketë, ajo është pjesë e dizajnit, do me thonë. Të takës. Dhe keto ma qitë kamen për i venit, do me thonë, të dashtë të në me performu. Një duar të kitje për Plumi. Kujdeset për ty, a i me vetë... Një duar të kitje për Plumi se u mësu tash që nuk është price tags, që nuk duhet mja u prejkë veshjet dhe takat këngëtarëve. Rëndësi ka që a i kujdeset në detaj. Kështu që... Gjithmonë, po ne kemi lujtë shumë kina bo shaka, dhe me thonë me Plumin një vjetë pas që asaj. Kështu që po më jenë shumë keq që o rikëthyër kjo moment dhe deri vitën e fundit prapë ka mu përmen që kjo gjarja. Ke për ta kujtu. Tani, një pyetje kemi ne si Why Not? Në grupin që jeni ju për shembull, që bëni tripat tuaja, koncertet tuaja, kush është i përgjegjshmi i grupit që mban dokumentat? Ajo është Daja e thumi ati. Është Irfani, po.
Irfani, i përgjeshmi i grupit. Është nëmër 1 për atë punë. Edhe unë ndihmoj ka pak, po ajo është domethënë bosi kur vjen puna të dokumentat. Kush është gjumashi i grupit? Gjumashi i grupit është Roni për momentin, jena të mënu me zgju, me trigu që okej, like, be on point, është fillimi. Roni është gjumashi i grupit? Po, definitivisht. Për momentin, ajo është gjumashi për të gjithë ne, po. Kush është nevriku grupit? Plumi, managjeri. Plumi? Managjeri, sa e ka punën shumë të rëndë, do më thonë, ai non-stop është... Në telefona? Në telefon, edhe e ka stresin e vetë, do më thonë. Kështu që, okej. Po. Dhe, kush e gjen qajnë, kur jeni në për koncerte, kush e gjen qajnë Kavanoz? Akili është... Network. Akili është dora e me djathë, do me thonë, kur udhtojna dhe përgjësi. Akili ka qenë edhe në studion tonë dhe përshëndesim shumë Akilin. E dashur Dafina, mirë se erdhe në Why Not, se mua tani më erdhën gjyrat. Waxhaxha, të lutem. Hajde Waxhaxha, faleminderit shumë, ishte i nevojshëm patjetër. Ashtu, po. Ja. Nice. Udhëtimet tuaja, koncertet, 15 vite, karriera jote, koncerte gjithande. E di si themi ne themi, njeriu më i pasur në botë, okej, është ai që ka më shumë lek. Po mbi gjitha, është ai që ka më shumë kujtime. Kështu që e marr me mend sa e pasur mund t'jesh në këtë këndvështrim. Ha? Ke kujtime? Për çat arsye ku bë tatun, domethënë firmës, ekipes, manis. Këto ofër zemrës, domethënë. E ke në zemër. Plus edhe memories. Ofër zemrës, se zemrë kena pak ma poshtë. Është një gjë që i kum thonë djemve, kena me vazhdu derisa t'i bëjmë 65 vjetë, derisa dolim penzion komplet. Derisa t'na lejnë fuqit. Yes, definitely. 100%. Dhe me këtë rast dhe me këtë frymë që jemi, unë them bëjmë gëzuar për Dafinën që kemi në studio. Shumë gëzuar. Dhe kemi bandën e Why Not, zemra ime, kisha qef tani që ndërkohë që pim të gjoj qik qa bande kemi. Kam dëshirë të gjoj qa potenciali kanë djemë të tanë këto. Go banda!
Taking up the knees to the diamond and blue. Jump out! There's a sun! There's a sun! Yeah, that's sound! There's a sound! You've been down to sound! Oh my God, amazing, amazing, amazing. Wow, 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 wow. Wow. A pi dhamin dhëm? A duhet me qute dentist, Jana i gjallë, like you good. Jemi mirë akoma. Prandaj tha dhe Gledi që bëjmë gati për këngën se ka marrë protezat rrugë. Wow. Zemër, ishte një prezantim modest nga ana jonë për bandën që kemi. Super, super talenta. A e kupton tani? Wow. I love it. Në t'i knash vesht. Një sezon të tërë më kanë zirë fare, më kanë qënë trilosur komplet. Zbi do të emision se jam Kjo është super atmosferë, shumë e bukur, wow. Amazing. Vish më se bë që ato apet, me dhëmë se t'binë. Ja. Rubi në kaso. Abo? Wow. Thank you so much. Nga bje mirë që të përqem. Faleminderit për atmosferën, shumë po m'pëlqen. Atere, Dafi. No, ne këtu si Why Not, jemi shumë free spirit. Ne i vlerësojmë shumë... Po e kam pa emisionet sa free spirit jeni. Për zotin. Ne na pëlqen shumë që ti ke ato frymën hustling and the gangsta që je direkte drejt për qëllimin tënd, nuk shef nuk shef majta zgjata se para shef me thënë drejtën. Edhe na pëlqen shumë që je kaq e përqendruar edhe nuk tutesh nga lëkundjet vërdall. Për shembull, atë ka rastisur në karrierën tënde e dashur që je përplasur me persona që kanë thënë jo po se duhet ta bësh kështu, jo po se duhet t'i flasësh atyre që ata të ta pranojnë këngën, apo duhet t'i flasësh tyre që të ta lançojnë këngën këtej, apo you must do that and you must do this. Mund ta tregosh? Ajo ka qenë në fillimet e mia. Në fillimet e mia ka qenë ajo, duhesh me vetë taka, duhesh me vesh fustan, duhesh mi pas flogata dhe kaqurela, duhesh me këndu kësi lloj këngësh dhe tjere, deri me një pikë që thash, pal shpej bullshit, like that's not how it works. Jo, është e rëndësishme për mu që vetë fjala artist është një person që është vetvetja dhe është e veçantë pse është e vetvetja. Dhe bën artin e vetë. E bën artin e vetë, si në dukje, si në lëvizje, në veshje, në çka do qoftë. Kjo është
fjala artist, do me thonë. Kjo të bën ty rozë dhe mu të afin. Po. Dhe këtë show, why not? A kupton qysh, kështu që... You like why not? Yes, exactly. Do më tregosh pak për ndryshimet e tua drastike në look që ke bërë, komentet që ke dëgjuar vërdall, derisa njerëzit tanë, okay, kjo është influence në mod, në fashion, kështu që çdo gjë që ti ke bë, të tjerët e kanë bë mrapa teje, e janë inspiru prej teje. Po në fillimet e tua, ku bëje këto ndryshime drastike, çfarë komentone? Si qaseshe me këto opinionet? Po mendoj më kanë komentu për derisa ja kanë fillu vetë artistat me i bo njëta gjana, kër e kanë po artistat botërore që i kanë bo ato luka. Kër e kanë bo artistat botërore ato luka dhe jonë inspiru këtë artistat tjerë të na, atëherë më kanë lanë kanë thënë lërë bëja të vetën. Dhe dhe një kanë mbyll. Luku më ekstravagant joti kush ka qënë? Kur ke qënë koka i qethur komplet, edhe flokët platin të shkurtra? E di pse pyes o zemër? Edhe është një ndër favoritat imi që i kom pas në njërë. Që të ka pëlqyer shumë? Yes, shumë. Pse të ka pëlqyer shumë? Se dini nga shtëpia për 5 minuta? Se gjithmonë kom pas dëshirë ta jetën teme dhe si fëmi, kur e kom pa këngëtarin Pink, me flokë të qel, po, dhe nuk më kalen mami se flokë trasha, bukra, gata. Po, erdë një moment që thash, mas pari kom bo lukën e saj, Teja, po, asi po. Teja, po. Mohawk, do me thonë, tani e rita prap flok, tani erdhë momenti që i thash një shokët tim që është frizer një suidi, thash kape maqinën edhe hekmi. Më falë, kape makinën apo kape maqinën? Maqinën. Më falë, okej. Se ne kemi do fjallë pak më ndryshe. Ja, bukur ishte në gjitha mënyrat it sounded perfect for the moment. Jo, e di pse pyes se unë kam një shoqen time aktore që i qethi kokën për filmin dhe lagje thanë ka fillu drogën kjo. Po. Prandaj them, si e kanë qasur njerëzit të luket e tua për mbrapa, se këtu Shqipëri kështu është, shaj njerë pasaj të kopjojnë, dihet ajo punë. Po kryesori është që mami jam e një çfarë vajze ka dhe qa bëjone. Edhe gjithës e ekipa jam edhe këto gjëra janë gjëra që unë mendoj që nuk mundesh me fshef një kohë gjatë, ato vren me kalimin e kohës, kështu që unë gjithmonë ja kum lënë kohës. Koha është përgjigja më e mirë. Of course, sa do... Sa do që jep shpjegim ti vetëm me hup, do me thonë nervat tua, energjin tonë, dhe në vend se me bo diçka për vetin tonë, kështu që it's a free speech, let me ndoj njerës qa dojnë, prapë se prapë edhe me jap ti një shpjegim, ata qatë mendim kanë me pas, kështu që... Prandaj më ke pëlqyer gjithmonë që i ke kthyer përgjigjet njerëzve me hite e me sukses. Mënyra më e bukur t'ja mbyllësh gojën njerëzve është me sukses dhe ti e dashur e bën. Faleminderit. Prandaj e fiksimi Rozalatit. Edhe dhe jo vetëm. Luket, veshjet, stili Dafit, për shembull. Mizën. Kjo do më thonë është faleminderit për ishë juve. Këto kam me përdor të ashtu, edhe me ekip, faleminderit shumë. Do e bëjmë seriozisht pasaj tek dhoma pritjes, prapë edhe njerë. Dafi, a mendon se swag-u dhe stili lind nuk vidhet dot, ajo të vjen natyrshëm? Definitivisht. Është njëtë si muzika, mundesh edhe, kjo është edhe diçka që inspirohesh, eksperimenton, njëtë si kënga, si muzika. Për shembull, ne kemi parë artiste të ndryshme që kur kanë kërcyer në skenë, tani nuk duam t'i vëmë gishtin askujt edhe nuk duam të japim opinion definitiv, po është mendimi jonë. Kemi parë që artiste performojnë në skenë dhe kërcejnë si ty, përpiqen si ty, performojnë si ty. Të pëlqen kjo gjë që i inspiron apo të nervozon kjo gjë që të kopjojnë? Jo, kjo më pëlqen definitivisht, se janë të i marrë një hap shumë të mirë në jetën të karrierën e vetë. Jo, shaka. Po menoj mu më pëlqen vallëzimi shumë, unë edhe si fëmi kam aktru, kam vallëzu, kam bo dhe koreografi,
përzina shumë edhe në skenara, në montazha, në çdo gjë edhe në stil, në styling. Kështu që kur ka njerëz që inspirohen ndaj lëvizjeve të mia, se edhe unë jam inspiruar ndaj dikujt, ajo mua më pëlqen se kemi shumë talenta dhe është sad që s'ka shumë që kanë atë guxim, do me thonë, mu inspiru dhe me valzu, ma shumë kisha pas shef me pa halo, ma shumë që e bojnë, do me thonë. Përgjithësi në Shqiptari kemi shumë talenta. Po. Kështu që më vjen mirë që e marrin atë guxim. Edhe në qësë jam unë që ajo që duhet me hapa derë, më pëlqen që hynë atërë. Nuk rrim rapa derës. Bravo, që inspirohen të ty për swagun dhe për kërcimin. E themi sepse kemi dhe një video që po shfaqet tani, mund ta shikosh në finalin aty, ndërkohë e kemi dhe në LED Wow mbrapa. Ja Dafina, thjesht fare me robe banjo, tek kalimi, besoj është një beach bar, është në një lokal në plazh, dhe Dafina që kërceshi sa stil dhe swag që ka artistja, randomly me robe banjo tek lokali në plazh. Imagjinon në sken, kur është fully potential edhe i jep gjithë 100% tënd. Prandaj, këtu desha me dalë, jap se vazhdo një fiksimi, sepse swagun e ke të lindur zemër, të vjen natyrshëm, ti e kështu si e jo unike në llojin tënd. We love you, Dafina. Thank you so much. Ta bëj, do me thënë, I try to do it, but no, I mean, you're supposed to make mistakes, it's okay, edhe unë ndonjëherë më kuqitit ndonjë një muskuj dhe nuk muj me bëhet lëvizjen që e kam në mendje me bo, kështu që është kur i ndjen muzikën, kudo që je, unë mendoj që është shumë nice vetë më quë edhe me vallëzu si jeton një herë, kështu që just live freely and dance and have fun. Dafi, sa po thej që të pëlqen të kërcesh, të aktrosh, edhe me koreografi e marrë, merresh dhe me thënë, kur bëjt fjalë për klipet e tuaj që ndronë mi kokë edhe post-production, montazhit. Gjithmonë. E kam parë një dokumentar për Beyoncé, edhe ajo është e smur kështu. Tani kjo e përkthen suksesin. Bravo. Edhe unë jam e smut shumë, po. E smut, kur i thon shprehjes, sik. No, it's fun, më pëlqen shumë ajo. Absolutisht, i rish gjithë që nga fëmijëria më kam pëlqyer shumë me qenë kreative, se e kam unë vizionin e kokë dhe kam qef qatë vizion me po edhe në produkt. Për shembull, po të shikosh, ne kemi shkëputur një pjesë nga klipi jot, është një ndër këngët më të bukura. Faleminderit shumë. Më pëlqen shumë interpretimi jot këtu e dashur Dafina. Që interpretim nuk i ka pëlqy fort nënës tarme dhe fansave të mija, u duft pas taj me thirë dhe me kamera dhe me i tregu që jam gjallë, që nuk kam dek me të vërtet. Nuk e kam pritur mirë? Mami, jo, i kam pritur shumë mirë, po du me thonë që... Po pse kështu? Mamit si ka pëlqy hetë, se i ka duk shumë e vërtet, kështu që i ka pas shumë shtirë me shiku këtë klip diri në fund. Dhe kam pas fansat veçë që e kanë qajtë dhe kanë mendu që unë kam vdek me të vërtet, kështu që njem pak keq, por është një eksperiencë shumë e bukur, po. Çfarë ke dash të thuash me këtë klip zemra ime? Me thënë ti monton një robot, i jep në thonjë za jetë roboti dhe roboti që ti e ndihmove papritur të merr jetën ty. Kështu e përkthejmë neve si shikues? Janë disa spjegime të kësaj videoklipi. Është edhe ajo biseda që patëm e heret për njerëzimin. Që jemi të shpesu që jemi të jesë në rrugë në hapat e mira, e jo në hapa ku njerëzimi po zhduket dhe po mbetet vetëm interesat dhe dalën robota dhe zhduket njerëzimi përgjithësi. Bota virtuale. Dhe kjo është edhe një gjë indirekte të ne që e harrojmë respektin dhe dashurinë. Dhe me thonë, shkurt e shqip, mos të harrojmë pse jemi në këtë tokë dhe në fundit çka është gjëja më e rëndësishme. Sepse është shumë lehtë me hup një njeri që i don shumë dhe ka njëherë ndodh që është njeri që ti don më shumë ti që ta gull thikin mas shpinës. Bravo, është e vërtet.
E dashur, komplimentet e mia për interpretimin këtu, je fantastike zemra ime. Faleminderit shumë. Mua më ka pëlqyer jashtëmase shumë, edhe këtë pjesë këtu e kemi shkëputur se vërtet është një interpretim, një aktrim i papar. Atë kanë ardhur oferta për filma, për seriale. Unë për shembull kam qenë pjesë e një seriali, girl. Yes. Yeah. But of course, you're the daughter of an actress, so Yes. I'm not surprised. Të kanë ardhur oferta Po. për filma? Po. Për shembull, çka ke thënë kur kanë ardhur? Ke thënë s'mundem, kam koncerte, Po jam mendoj, normal muzika është Apo- prioritet. Prioritetin nëmër një për mu, kështu që unë nuk muj me lanë muzikën, ana është për të bëjtë. Girl, you're cool. You didn't scream Ke që at po least. ngjenë si zakonisht, nese, të në tonë me në tutë, po. Me vërtet. Okej, mund Zemra ime se të rash sheqeri të lutem çokoladat e Mona ra Moore. shqirë dhe më ra dhe një... Do një çokoladë zemra. Yes. Janë nga pastiçeri Të Mona ma ki Moore. gjithë dhe Davina, qëto. Bravo, ja me mbushje, më duke se është me pistak brenda. I think so. So, Se kom harru që i boni jo këtë sa në emision, o zot. Oh my god. kështu që ndërkohë që mbledhim veten këtu nga emocionet, kalojmë në një hapësirë publicitare dhe kthehemi prapë. Dancing on my door. Last night a little angel come pounding on the floor. She said, "Come on, baby, our license for love." And it makes fire, pray help on my bow. Because in the midnight hour, come on, with the rebel yell, she got more. With the midnight hour, baby, more. With the rebel yell, she said more. Suki! Aca i ngranimi, a ju do më merrni në qafë muar. Dal nga konteksti, nga shinat, nga skaleta, komplet harroj fare kur dëgjoj bandën time. Banda e Why Not. Një sezon suksesi me këta djemët. Këta ishin sensuar mishterë të tafi. Asë në kështë të me e një këtë fjallë. Gjithë këtë fjallë të modhe. Sensacional! Por që vërtet ishi djema. Dhe ne këtu jemi për të festuar, për të bërgëzuar, për një mbyllje të fuqishme që ka patur ky Why Not-i me më të fuqishmen Dafina Zeqiri. Dafi! E dashur, kalojmë tek pikat pse je fiksimi i Rozalatit, sepse fundit unë jam autorja programit edhe normalisht në emisionin tim do ftoja fiksimin tim për mbyllje. Je fiksimi im e dashur mbi të gjitha për faktin që më pëlqen shumë lirshmëria që ke për të pranuar haptazi për djalin që dashuron. Marrëdhënia jote me Gik është më frymëzon që femrat duhet ta pranojnë hapur njeriu që duan dhe jo ta fshehin, ta mbaj fshehur azi. Njoh artiste që nuk i nxjerrin fare, ndërkohë që dim që kanë nga 5 vjet nga 6 vjet me të dashurit e tyre, as lajku nuk i bëjnë, dhe as lajku nuk pranojnë t'u bëjnë, i mbajnë të fsheta dhe sikur të vi dita, ta kem edhe unë një djalë në krah, të më bindi që ta nxjerr hapur publikisht. Kështu që si shikon ti këtë gjë? Si e ndjen this feeling që ti del kaq hapur me të dashurin tënd?
Më mendoj edhe unë jam njeri, edhe unë kam djenja edhe nuk muj me shpreh dashurin vetëm në kafaz. Me të dashurin kur dal jemi thjesht vetvetja dhe kemi shumë fan edhe është qaç fan që është gjëna me mshef ato edhe me ndërprej sepse është ka njerëz që të shikojnë, le të shikojnë kjo jam unë, kjo është DJ Gi, këto jemi bashkë edhe jemi dhe pikë. Shiko, se ne shqiptarët për shembull, sidomos fiset tona, të marrin vesh për shembull fisi që u dashurove, u lidhe, fejove është gjë dhe më e madhe akoma, direkt të pretendojnë kur do bësh dasmën, kur do bësh bebin, do doja të dija nga ana jote e dashur dhe nga ana e Gikut gjithashtu, DJ Gik edhe nga fisi i tij dhe familja e tij. Çfarë ju thon? Ajo pretendojnë bebin, martesën, dasmën. Unë kam përshtypjen edhe emrin e bebit ja kanë caktuar tashmë already. Nuk na ngacmojnë as familja ime, as familja e tij. Ata thjesht janë shumë të lumtur që ne jemi të lumtur. Dhe që e kemi gjetë mënyrën me punu bashkë dhe me qenë bashkë edhe në gana private jashtë punës. Dhe çdo send tjetër ja lëm ne kohës dhe gjithashtu dhe familjarët tonë. Respektojnë domethënë privatësinë edhe e dinë që çdo hapi jetës e ka të vetin, kështu që i dinë që kurdo që ndodh, ndodh. Kurdo që të ndodh, ndodh. Po. Kur të afrohemi tek pyetjet e fansave, 80% e pyetjeve janë kur do bëni bebin. Kështu që e presin njerëzit, e presin. Qa do kishe pasur dëshirë, çuna apo gocë? Po mendoj për mu s'ka lidhje është çuna apo gocë, veç është shnosh edhe mirë, po nuk e di, se unë kam qenë shumë qiko djarë, kur kam qenë e vogël, shumë kështu, kum lujt shumë futbol, basket, e kum di mungesën e një vllajt. Po, dhe gjithmonë kum thanë dua një qunë, po tash tham dua një gocë, se dua një mini dafina, por çka do që bëhet le të bëhet. Ndoshta edhe ma mirë le të bëjmë bineç një vajzë një qikë edhe hajde. Shmet! Dafi ka plot gjëra për të festuar, sepse ti ke bërë dhe 15 vjet karrierës tënde, ne kemi një video të bukur që në fakt e ke lançuar ti në Instagramin tënd, të kam bërë një surprizë të vogël, miqtë tu të ngushtë. Për 15 vjetorin kishim bërë një tort, so ne kemi marrë atë video. Sa nice! Ja janë miqtë të vërtet, these are real friends. Që festojnë arritje. Bëhet qiti për arritje. Friends, good friends. Okej. Ishte vërtet shumë e bukur dhe ja po presim dhe ne gotat tona, koktejlet nga artisti Lange, që të bëjmë një gëzuar për 15 vjet karrierë të Dafina Zeqirit. Always on top, baby! Thank you, girl! I kemi analkolike, sepse jemi goca dietike, doli me ri, më shokuim. Gëzuar, faleminderit shumë, të dua. Të dua shumë edhe unë. Tani, ti bëre 15 vjet karrierë, por duke qenë se sot është e shtunë edhe është data 11 qershor, unë për 2 ditë kam ditëlindjen. Unë e kam ditëlindjen me 13 qershor. Dhe, e di unë thonë që nuk është mirë që të ta urojnë ditëlindjen para kohë, bla bla bla, unë nuk i besoj këtë gjë përsa ku ka fiksimin tim. It's your birthday week. It's your birthday week, na fillojnë apri sotit, të më thonë me të festu. Okej, është një javë ditëlindje. Një javë ditëlindje, kështu që jam brenda klapave. Atëherë Dafin, për fiksimin tim, kështu spontane, se nuk është e kishim në plana, kupton, kështu spontane. Me që unë pas nesër kam ditëlindjen, të lutem, a mund të më këndosh pak atë refrenin e Happy Birthday, me që kam dhe ditëlindjen
Of course. Thank you so much, Zemër. What's the title? Happy birthday, happy birthday, shkon për ty. Mendoj një dëshirë. Thank you, thank you. Shumë ori me shpirt. Besoj që Thank you. gjitha dëshirat të duja. Tu startu nga prezenca ime që në studio tënde, dhe me te që gjithmonë ka me qenë super të bukura. Faleminderit shumë e dashur. U bëft më e mira. Unë e vlerësoj shumë ardhjen tënde, e vlerësoj shumë dhe urimin tënd. Dhe di që me 13 qershor je në Gjirokastër me xhirime, se i ka marrë informacione se do të kisha ftuar të më vjen në ditëlindje. Por nuk ka problem, Zemër, ti ma ullove tani. Jemi okay. Atëre, kalojmë në një hapësirë tjetër këtu në Why Not. Ne këtu kemi pak intervist, pak gëzuar, pak qejf. Kështu është Why Not i zemra ime, gjithmonë. Dhe prandaj kemi vënë dhe emrin Why Not. Bëhet ç'bëhet, pse jo? Se jo. Kështu që një rubrik tjetër që ne kemi menduar dhe thamë pse jo mos me pyet Dafinën, është duke qenë se ti nuk del në për intervista, edhe je vërtet ekskluzive në Why Not. Ndër vite kemi mbledhur këngët e tua, tekstet e tua dhe të donim të pyesnim çka ka dashur të thotë autori këtu. Për shembull, këngët e Dafinës, tekstet e saj ne kemi marrë disa vargje. Dhe duam të dim çfarë ka dash të thot autori këtu. Ashtu dhe, Dafina, kënga jote Japa. Na ka pëlqyer shumë një varg. Më mirë ftohtë Jorgani se sa pishman me u bot tani. We like to cuddle, po kupton dhe duhesh me sakrifiku ato kur nuk ecën gjëra tjera siç duhet, kështu që më mirë ftoft Jorgani se sa më bë pishman. Kalojmë tek tjetër. Është kënga Dashni që e ke me Mumën. Edhe me qëra fjala do të tregoj, do të prezantoj çik edhe këngën time, një çik refren, Rezi bëje gati. Kënga Dashni. Ne na ka pëlqyer shumë vargu, o vetmi traton dhe kjo raki, se kur kalon pia, ti pra brënda meje rri. Pra pyetja jon Dafi është, a të ndihmon pia me harru, si a bën me heq diçka nga menja, a dikë nga menja? Zbesoj asnjëherë që rakia të ndihmon me harru dikën, besoj që rakia të ndihmon me kujtu qatë person hala më shumë, kështu që e përdori kreativitetin, krijon një këngë. Okej. Po. Ajo ndihmon, është terapia, do më thonë për gjithçka. Të këfutesh edhe të krijosh. Gjithmonë është muzika, po. Nice. Well, music therapy. Kalojmë te kënga tjetër, Dudu, që e ke bashkë me DJ Geek, para tanëve zgjedhja jeme je këngë. Dafi, sa kohë është dashur ty me u bind që DJ Geek është zgjedhja jote? Kur u bindet ti? Cili ishte ai momenti, ai kliku, ajo shkëndia, ajo xixa, ajo sparku? Është momenti kur ai asnjëherë nuk e dorëzu, domethënë ka he fought for me, edhe për me fitu besim, respekt dhe dashni, dhe domethënë kur ka ardhur deri në atë pikën që e kom vënë re që u konë, si me thonë, dedicated për me kriju diçka shumë bukur dhe serioze me mua, atëherë kom thonë, okej. Okej. Po. Sa bukur u shpreh. Yes. Atëherë, kalojmë te kënga tjetër që në fakt është e preferuara ime, Zili Zili. Me këtë këngë zemër, ti mund të kesh arsyet, 1001 arsyet e tua, po dhe unë, për shembull, kisha 1001 arsyet e mia që ti këndoje për mua gjithashtu. Ke këndu për gjithë njerëzit që përballen me vështirësi të tilla dhe me përplasje të tilla. Është një këngë që është pëlqyer në masë. Dhe klipi është shumë i rëndësishëm, e keni dhënë shumë rëndësi. Klipi është fantastik. Faleminderit. Në detaj fantastike, përveç këngës, teksti, muzika dhe klipi. Luku, girl. Thank you. Thank you. Faleminderit. Atëherë, çka ka dashur të thotë autori me
Munesh mu shit shtrenjt, por ti qip ki me kon. Dafi? Po. E ke vënë re që janë përhapur shumë këto personazhe që janë qip edhe shiten shtrenjt. Ka një shprehje të bukur italati. Mami thot, keq mamaja thot, të vishën me varak dhe shesin veten si ku janë vesh me flori. A je dakord me shprehjen? 1,000,000%. Kështu që si e shikon këtë fenomenin? Po ti e the edhe më herët që ka edhe momente që parja bën të lumtun dhe ka edhe njerëz që mendojnë që parja është mbi gjithçka. Dhe normal që na që jemi njerëz, tamam njerëz, na i shohim për te, do më thonë, leku dhe për te këtëne firmave. Kështu që zbesoj që parja dhe firmat e qka do qoftë të bën njëri ma i lumtën, ajo të ndihmon ndoshta me fshehje. Bën njëri të pasur këtu. Gjithmonë. Kështu që thjesht Zili është një këngë ku jam shpreh në mënyrë ndoshta edhe pak funny, po edhe secili prej neve kemi një anë ku jemi like done with shit, edhe vazhdojna me cheat, edhe unë gjithmonë e përdori muzikën, do më thonë, e zgjedhi muzikën për me shpreh mendimet e mia dhe çka do që kam në thellësi. Mënyra më e mirë, e kemi thënë, ti përgjigjet i ke me hitet, me suksesin, edhe është mënyra më e mirë, plus edhe the koha. Koha tregon gjithçka, koha përgjigjet. Për shembull, një varg tjetër që ke thënë te Zili, e di njollën mrena shpirt e kini, unë ju thirri maja silli. Edhe është Dafina. Ne si Why Not kemi një pyetje. Çfarë recete popullore mendon se i bën punë njerëzve që vuajnë nga kjo gjë? Recet popullore. Wow. Wow. S'po muj me mendu një që tash për momentin, se ka plot, po... Për recet popullore... S'po godzej as me folë, se shumë... Qëto batuta që bojna me qunat, përdorin do recete shumë, do me thonë... E ke parasysh atë shprehjen që thonë të fusin një hu? E mendoj se i zgjidh punë, ha? Why not? Bana, dhe jo. Të ndihmova me të përgjigje. Me ndihmova mjaftueshëm, po, se besoj që i kisha gjetur në përgjigjen që tash pas emisionet besoj që kam i t'i qenë ja 5 përgjigje. Direkte, kush janë recetat popullore për njerëzit që vuajnë kështu. Kalojmë tek vargu tjetër. Me sponsorship flini ju kanë rrejt, ju kanë bë budall, nuk jeni tuknu për tu pal. Po ju a tërgoj drejt, nuk ju filli, qo kjo farë stili, jo kjo së zili, që shtu bëhet kongë, beson kjo palim, ti. Ku e kemi tantanin e bandës? Tani Dafina, ajo që ne donim të dini me këtë vargë është, si pas të si përshko muzika, industria e muzikës lately. Po vlerësojt arti nga këndimi, apo nga palimi, të rinjt po lajkmojnë të jenë këngëtar, apo thjesht të jenë të famshëm? 50-50. është 50-50 me tregu si drejt. Ka edhe njerës që i kanë fokusin të arti, po ka edhe njerës që e kanë fokusin ma shumë të lajkat, të me qenë cool për një moment shumë të shkurtër, kështu që po besoj që edhe kjo është diçka që kalon. Që kalon me kalimin e kohës, pastrohet pas një kohë dhe dalin sërish të me thonë njerëz që janë tamam për muzikë, që janë tamam artista. Qëndron, me kalimin e kohës vërtet, kush ka qenë rezistent e ka tregu veten? Ashtu ke qenë ti? Ha? Ashtu ke qenë ti? Mbajti vete. Okej, shkoj te manastiri, ja dhezi një qiri. E dashur Dafina, a mund të bësh një lutje tani për ziliqarët, dhe në fund të thuash amen, të lutem? Çfarë lutje do doje të bëje për ziliqarët, e dashur? Një lutje madhe që do bëjmë ne për ziliqarët është let it be. Zot ju ashtoft i natin.
No, është thjesht, vetën e kam lutjen që të gjejnë ata vetveten sa më shpejt dhe të shlirojnë dhe të jetojnë dhe të kënaqen, si bashku me mu, me neve. Bravo! Sa shumë humbje kohe, kështu që... Dafi, ndërkohë që do kalonim tek kënga Duro, më kujtuar që më ka ardhur një mesazh për ty. Dhe ndërkohë do lexoj pak edhe mesazhin për të treguar se çfarë influencë ke ti tek njerëzit. Kënga Duro në total, në thelb, është një këngë që flet për njerëzit që kanë nevojë për ndihmë psikologjike, që janë keq në depresion, që mund të jenë keq nga ankthi, që mund të jenë në një pikë të fundit të jetës tyre, që kanë nevojë për ndihmë psikologjike. Tani, e para punës, pyetja nga ne është kush të frymëzoi për këngën Duro, apo çfarë situate të frymëzoi ta bësh atë këngë? Po vetë për jetesat e mia, për vojat e mia. Vetë nga jeta jote. Do me thënë, ke qenë vetë ti që i ke kënuar, që ke kënu për vetën tënde. Okej. A je dakord të dashur me shprehjen jepi artistit një dhimbje, një tragjedi dhe ta kthen në art, ta kthen në kryevepër? Ta kthen në art, ta kthen në kryevepër, në muzikë, dhe muzika është ilaç, e dim të gjithë. Bravo. Kështu që... Dhe ndërkohë, kur të ka rastisur ty personalisht të jesh fully inspired për të bërë këngë, ku ke qenë shumë furious nga inati apo shumë happy nga lumturia? Të dyja. Në të dyja rastet. Në të dyja rastet, po. Atëre, një varg tjetër, tër këto vështirësi, sa peshojnë e di, jom konun si ti, pa fuqi jom një, jom shel mrena, veçun dhe mendja jem, tu shku tu distancu, tu uru, mos më u lëndu. Dafina, si e ke gjetur ti forcën me dal nga ajo gjendje, sepse kjo që do thuash ti tani, ata që po të ndjekin, me siguri do jenë të rinj që vuajnë nga ankthi, nga depresioni, dhe le të themi që ankthi është sëmundja e shekullit. Kështu që si e ke gjetur forcën me dal? Po kom gjetë momente ku jo mbyll mbrana vetëm dhe kam fol me vetveten time. Domethënë e kam shiku veten time në pasqyre, kam fol me vetveten time, e kam jep suport vetvetes time, jam rikujtu sa gjana në jetë kam bëjetu dhe që kjo jetë është ndërtuar për mu, domethënë është jeta ime dhe unë e kam të drejtë mi jetu ashtu qysh duhen mi jetu këtë jetë. Kush do që mundohet me mandalat rrugë tim, do me thoni ki parasysh kualt kur janë gara që i kanë to anash, do me thoni mundohet me bloku, me fuz veten tham me një bubble time, ku nuk më dëgjoj të tjertë, sepse... Forca e mendjes. Forca e mendjes është numër 1, unë besoj shumë në law of attraction, do me thonë, si thuhet ajo se të harrojnë ligjin e tërheqjes, po ajo shumë është e vërtet, nuk është ajo as një pikë hajgare, nuk është vetëm një quote, ashtu të bëhet. Ashtu bëhet me të vërtetë, domethënë edhe kur bën dikush nervoz, është më mirë me lënë se sa më mirë me atë problem, se sa me shajt prapë çat njëri se me kur të shon ti ja kthen vetes, po ndihmon edhe me shku te psikologu, sepse psikologu me të vërtet shqetëson me një nivel komplet tjetër, sepse është ka njerë familjarë dhe njerës për rreth që i ki e din që i fort, po nuk din thjesht without no disrespect, këta dojnë shumë, të respektojnë çmojnë gjitha, po të vynë dikush jashta rrethit që është një thonjë anglisht që thonë sometimes it's easier to speak to a stranger. Dhe më thonë mo shpreti një person që nuk e njeh, se nuk të gjykoj në asnjë mënyrë, në asnjë moment. Kështu që normal unë edhe sot sugjeroj që një njëri me kontaktu një psikologë me folë, se ajo çliron me të vërtet. Të ndihmon shumë. Shumë të ndihmon dhe të ndihmon me gjetë vetën tonë. Dhe një djalë atë gjë ka bërë. Është një djalë, e ka emrin Julian dhe ka marrë vesh që ti e ftuar sot në studion tonë dhe më shkruan: "O Roza, par storin me Dafin e adhuroj atë dhe pyetja që doja t'i bëja është, a e di ajo që ka shpëtuar jetë njerëzish me këngën Duro?"
Një prej tyre jetëve është edhe jeta ime, ku isha në depresion dhe po mendoja të fundit fare për jetën time. Thjesht thuaj që adhuroj dhe falenderit, sidomos për këngën Duro. Dhe më ka quar me screenshot mesazhin që ai ta ka nisur ty, por me siguri zemra ime fluksi Instagramit, inboxeve, edhe unë që nuk kam aq followers sa ty dhe unë kam flukse dhe nuk i lexoj, imagjino, Dafina Zeqiri. So, djali ka shkruar të përshëndetje yll, unë po të shkruaj, jam një çun nga Tirana dhe duhet falenderoja përzemërsisht për arsyen se një muaj më përpara isha në depresion dhe mendoja të jepja fund gjithë që kemi më të shtrenjtë në këtë botë, jetës, por fal asaj këngës që ti ke bërë, mund të them me plot gojën që shpëtova fal kësaj. Dhe nisa të konsultohesha me një psikolog, ku avash mu rikthyet dëshira për jetën prap. Thjesht dëshiroj të të them të adhuroj dhe shpresoj të shoh dhe një herë tjetër që të mund të falenderoj shumë. Ai tani punon menaxher në Abu Dhabi. Djali është menaxher në një resort në Abu Dhabi, po bën lekë, shumë i lumtur dhe tha, po e tha, falenderoje nga unë, kështu që Dafi. Jo, është Çfarë është artisti? Qa ndikimi ka artisti? Kjo është që the në momentin që më kiftu mu që the Pelion e këtë emisionin, a vëden, kjo është një asë indjeni që thu, okay, you drop the mic, e kom kry emisionin tem, ta shone muj me, po, edhe pse jo, nuk kam e nalë muzikën, po është... Hell no. është durata ma e bukra që ekzistojnë, sepse është me të vërtet depresioni është një gjë që ka njerëz që nuk e kuptojnë sa i vështirë është dhe nuk e kuptojnë që nuk është nuk ka lidhja a i ki gjonat, a i famshme, a ki leke, a i ki shoshrin. Depresioni është një lloj është një lloj kanceri, apo kupton, është shumë vështirë me hek, është shumë vështirë me hek ato dhe s'ka të bëj me njerëz të dashur që e ki për rreth teje, është thjesht diçka që jeton thellësi tënde, kështu që mu më ka ndihmu, si thash më herët, muzika më ka ndihmu me qenë edhe vetë, një gjë që e sugjeroj të gjithëve, që është okej me qenë vetë ndonjëherë dhe më mirë të vetëm me vetveten tonë. Të jesh vetëm, okej. Me pozicionu të vetën tonë dhe të parin gjithmonë. Ajo nuk është që ti je vetjake, edhe pse është okej me qenë pak vetjake për vetveten tonë, you need that. Jo vetëm me bo për tjerë dhe me harru veten. Kjo është, kur e një që ka tjerë që kanë shpetu njësoj si jone, ajo është një zdi. Besoj që është i njëjta ndjenë si një kirurg që e shpeton jetën e njërit me... Zemrën, jetën e njërit. Kështu që ajo është ndjenja maj mira në botë. Jap se je fiksimi im. Kaloj prap të pikat. Pika A, B, C. Zemër, we love you. I love you too. I love you all. I love you all so much. Kalojmë pak në mood tjetër, kapim pak këngën Bye Bye, e cila është pëlqyer shumë, pjesa jote zemra ime mua më ka pëlqyer shumë. Aty ke një varg që thua ëndër e ki me mu një fit me bë, if I didn't fuck with you, mos thuj e kom dzo. Tani nësi why not, kemi një pyetje me leje. Dafi, sa herë të luten për të bërë një fit, dhe sa herë të janë lut me të nxo? Dhe qa thashtë të themesh këtë dëgju mrapa kur ke thënë jo? Jam thashtë të theme që jo vetëm une, po plot njerëz e kanë përjetu. Unë njoh plot femra, edhe meshkuj, po sidomos femra, thashtë kur kanë thonë jo, o kriju diçka e kundërta në anën tjetër, apo kupton që është. Është i shprej popullore, dhejl pra, kurse kapi do të rushin, tha, është i pa bërë. Është shprej popullore, dijet. Po, sa është na i gjotë që, kur kam qenë ma ere, normal që kanë do që më ka prek pak, se s'kom ditë si me reagu, se nuk jam mësu me të vërtet dikush me përdor një jo në atë mënyrë, deri sa i fillova karierën, po për bashkëpunime, normal ka ftesa gjithmonë, po mendoj që nuk është gjithmonë që përshtatesh me njëri tjetër. Varet me kë ke klik, me kënë gjitë, edhe zëri, ngjyra e zërit. Edhe zëri, edhe energjia. Edhe energjia. Tani, kemi dhe të fundit nga rubrika
Kemi dhe të fundit nga rubrika Çfarë ka dash të thot autori. Do kap vetëm momentin e fundit te kënga $1 Million, kënga që dhe hyre këtu në studion ton. Në fund të këngës, ti thua, po mi numro plumi. Lek mi numro plumi. Tani ne si Why Not, na pëlqeu shumë ky fakt. Edhe kishim si pyetje. Po mi numron plumi apo? Plumi, qa bën me lekët që i numron? I hekuros, i palos, a lodhet? Plumi hekuros, doja Irfani palon. Palos. Po. Okej. Nga rubrika, qa ka dash të thot autori, ne do kalojmë në një test që unë e kam fiksim për vete. Unë e di që ti ja dhuron Alia, artisten amerikane, gjithashtu dhe unë, po unë personalisht vdes bëj kryqin për Tupakun. Dhe duke qenë se më pëlqen shumë karakteri ti, dhe duke qenë se kush janë artist këtu në studion tonë që janë rebel, janë hustlers, janë badasses, ne i bëjmë testin sa Tupak je. Je gati për testin? Jam gati. Okej, what the jaja? Të lutem syzet. Ain't nothing but against the party. Yeah! Daffy! Exactly, that's Thug Life, that's some thug shit. Dafina! Let's go. A i arrestuar ndonjëherë? Jo, asnjëherë actually. Dafina, a ke të mosur marijuana në ambiente publike si vet Tupak? Yes. Në Amsterdam, qytet Amsterdam. Po, of course. Yeah. Dafina, a je bërë tap hangover dhe ke lënë navë dhe ke thonë nesër, oh shit, çfarë bëra? Po, definitivisht. Definitivisht. Mund ta tregosh shkurt në një rast? Ha? Mund të na tregosh shkurt në një rast? Unë ka qenë shumë kohë më parë, se mos që asaj, domethënë kom vrej që nuk jam unë fort për alkohol, për mi pi shumë alkohol, domethënë. Okej. Dafi, çfarë sharjesh përdor kur je me nerva? Oh, wow. I vej bipin. Vjet bipi këtu. Vej bip. Çfarë sharjesh përdor kur je me nerva? No. Okej. Kalojmë tek pyetja tjetër. Dafi, se tani je me DJ Geek, por më përpara, a ngacmoje çuna ku dile me makinë me zot lart? Po në kur si kam hap dritaret. Nuk e hap? Edhe kur nuk e hap asnjëherë. Nuk e hap asnjëherë, po mënoj me ngacmu. Na ngacmojnë gjithmonë, ngacmojnë edhe çunat vajzat kur vozitëm, po... Po atëherë e rriti volumin hala ma shumë, do me thone vetu. Okej. Dafi, a i ke shfryzuar famën për mos marrë ndonjë gjallë? Jo. Une jo. Ka ndodhë njerës për rreth që... Okej, se dhe une jo, thash po kush? Une jo, veç ka ndodhë që njerës për rreth, dhe me thone kanë... Shfryzu famën tënde? Po, veç me leje. Me leje kanë shfryzu. Po kur ajo, kur funksionon, ajo i përbjen që... Këta peks persona i përqen atyre. Okej. Dafi, çfarë sharje me shenjë bën kur shikon diçka përpara që nuk të pëlqen? Çfarë sharje me shenjë? Like with a sign? Yeah, with a sign. Shaja i gjithve, like... Okej. No, jo, bravo, jo. Dafina, tregot vërtetën si tregon të vetëm Tupak. A do vije prap në Why Not? Hell yeah. Yeah, okej. Ky ishte testi sa Tupak, yeah.
ciao. Nice to meet you. Yeah. 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 Oh Suki, suki. Suki, suki. Atere, kam postuar foton e Dafinës dhe I kam thënë fansave, ndjeksve, çfarë keni pyetje për të, shkruajeni sepse do ja lexoj në studio. Kështu që ja ku jemi zemër. Jemi në Why Not dhe jemi në momentin e pyetjeve të fansave. Dafina e para që ka shkruar tu koment është e madhja dhe vetmja Rita Lati, që thot e dua shumë dhe vërtet ajo të do shumë, duke se të do më shumë se unë. Oh, I love you too. Të dua shumë. Dashuria e mamave, you know how it is. Always. Ciao Dafina, thot Emilia Tea. Sa herë në javë bën palestër, je shumë e mirë, gjithmonë në formë, ke një zë brillant, komplimente. Faleminderit shumë. Nuk bëj palestër aq sa dua me bo palestër. Sa herë në javë bën palestër? Ndoshta 2-3 herë në javë. Përpara ka qenë ma shumë, po tash Edhe angazhimet. Aeroplanat, çdo. E më thet. Po palestër bëj edhe në skenë kur performoj, kështu që çdo ditë. Bravo. That's true. Tani janë shumë pyetje nga fansat që thonë bashkëpunimi me këtë, bashkëpunimi me atë, aman. Por, njërën do veçoja. Thot, Mo9 EDD, pyetja është, a kishe pa dëshirë të bësh një këngë me të madhin Unikatil? Te I the me të madhin Unikatil, kështu që të ardhë me se dijet asnjëherë. Dafina Latest, fansat e tu zemër, shkruajnë pa fund, thuaj Dafinës na përshëndesin ne dafinatorve. Always, dafinatorët janë që nga dita e parë dhe I përshëndes gjithmonë. Always and forever. Jam shumë e lumtur që ju kam. Dhe jam shumë e lumtur që ju kam ende pas 15 vite dhe shpresoj që gjithmonë kam ju pas. Forever and ever. Si mua me keni gjithmonë. Thonë, Dafina Letis ka një pyetje, a ke qenë problematike gjatë fëmijërisë? Problematike s'kam qenë, vetëm qofse normal. Desht me mbrojt ty ose dikën që I kam për qefe, që se dikush të ka bullizuar na I gjatë dhe normal që atar kam qenë. Ke reaguar gjithmonë? Kam reaguar dhe ndoshta ajo atar kam qenë problematike, po për ndryshe jo. Jam shumë vajzë qetë, mirë, se po I shini edhe vetë. Ashtu dhe. Dafina, Vanessa Ymeri thot, çfarë do t'i thoj atyre që mezi po prisnin të humbje? So like give up already, because that's never gonna happen. Ajo asnjëherë s'ka menduar, kështu që rri qetë. Okej. E prisja një që to, po okej. Pyetja tjetër, kemi Migenën që thot, Dafin, o drit dielli, na tregon si është të jesh më e mira, të duam shumë. Ti e më e mira, I thua. I tham unë, sorry. Migena. Ju jeni më të mirë. Dhe Dafina Clips është një faqe që thot tregoj që e duam shumë. Dafi Letis thot e dua atë person. Jam pafund fansat e tu, zemra ime. Janë amazing, the best. Leonita thot kush është personi që e do mas shumë ti? Po mendoj përveç mamit dhe motrës është... Aj. Është edhe doja, po edhe DJ Gri. Dafi, kemi një pyetje nga faqa Meme Serioze. Oh, wow, okej. Dafina, nga që ke emër gjetheje, ty mos gjethen?
Of course I do. It's my name, unë e prodhoj ato. Një Fationi thot, kur do ndahesh nga DJ Geek? Asnjëherë, Fation. Ha! Never. Ma shpresa Fationit. Dafina thot, Batiko Kardiako. Haj, Dafin, një gjë që të pëlqen tek vetja dhe një gjë që nuk të pëlqen tek vetja. Kush është? Një gjë që më pëlqen të vetja është që jam reale, drejt për drejt. Një gjë që nuk më pëlqen të vetja është ndoshta që ja fali disa persona që nuk duhet me ja fal. Okej, që jam shumë i ktyshëm, po. Po mendoj nuk është gjë e keqe, po. Ndonjëherë nuk e meritojnë. Po. Ndonjëherë në botë duhet t'jesh edhe i vrazhd. Po. Ska gjë zemër, ti bëhet tënde, në tregoj vetëm tënde sa njeri i mirë je. In the end of the day, you're a sweetheart. Kjo ka rëndësi. Thank you so much. Yeah! Dhe pyetja e fundit nga fansat, Crazy Sales Online thot, duke qenë se ke këtë stil si tomboy, atë ka ngacmuar ndonjëherë ndonjë femër? Po, normal që më ka ngacmu, po me Akilin e kishëm këtë diskutim që në vitin 2021 më ka ngacmuar ma shumë femrat se meshkujt. Me vërtet? Nuk i dia është a ka qenë diçka shumë special me vitin 2021, po ndodh, varet çka veshi. Varet çka veshi, varet dhe çka kongën tjerë, the look. Po me qëra mua beti të këto ngacmime, të këto, me thënë ne kapim në këndvështrimin e fansave, a mund të më thuash diçka të bukur që kanë bërë fansat për ty, dhe diçka creepy që ka çudit që kanë bërë fansat për ty, me thënë të kesh dashamirës adhurusa, ka një anë të mirë, po ka dhe një anë të keqe, ka dy anë medalja. So qa kanë bërë diçka të bukur fansat për ty? Po mënoj gjërat bukura më bojnë fansat çdo ditë. Si në internet, si live, si në koncerte, si dhurata për ditëlinje, dhurata të koncerteve. Okej. Bojnë gjërat e bukura në çdo moment që kanë moment hapësirën me bo live, po edhe në online. Okej, kam dëgjuar që kam bërë dhe tatuazhe emrin tënd, është e vërtetë apo është legjend? Po edhe tatuazha, po. Me emrin? Me emrin, me ftyrën. Apo me emrin e albumit Dafin në Moj? Kam bërë edhe me emrin e albumit me fjalët të këngës Duro, për shembull. Ajo kënga Duro, zemër. Po. E tham edhe këtu që ka shpëtuar jetë, me fakte. Po, besoj që nuk kanë mira pishman. Nuk jam të i shty njerëz me bo tatuazha me emrin tim ose me ftyrën time, por jam falenderuese dhe shpresoj që s'kan mira pishman asnjëherë. Ti do përpiqesh që mos bëj pishman asnjëherë. Po diçka creepy mund të ketë ndodhur me fansa për shembull që ke thënë, "Okej, prit një sekond." Ka ndodhur, nuk ka ndodhur shpesh, po ka pas ndonjë moment që mund të jenë qepur për shembull, ke parasysh? Po besoj që nuk i bëjnë prej një anës të keqe, po kur të përcjellin dejte shtëpia dhe rinë para derës me orë, do me thonë, kur s'ki ndonjë privatësi, ose jeni gjumë në aeroplana, në gjatë dhe zgjosh edhe i shetë që dikush të nkojnë, është të gjiru, që ato pak normal, që janë pak stresuse, of course, i di që vjen, është pjesë e karrierës, po kanë erë dhe... Po kur nuk ke nerva dhe të thonë, moj, se me këmë në gjanë ti mua, qa thua? Nuk flas, unë me tregu drejt, ma shumë janë quna që bojnë hajgari, kështu dhe thonë njënë, kështë Dafina, është motra e saj. Quna qa sens humori që kanë, po shqyqyr që janë djemë të fundja. Oh, definitely, nuk di që a kisha po pa ta. Pas kuadrën. E dashur Dafin,
Ne këtu në Why Not? Pritje, harova të tregoj këngën. A të ta tregoj këngën time? Po, E ti please. që kam bërë një këngë në jeta ime? Shumë kam qef me dëgju. Do me thënë, nuk është se kam kënduar, se nuk jam këngëtar, i ka ndas zoti punët, kush këndon e kush prezanton. Po me që tentova në karrierën time edhe filmin, mora pjesë në serialin Nina, si aktore, thash ta provojmë një herë edhe këtë këndvështrimi këtej, duke qenë se ka plot personazhe që bëjnë këngë edhe nuk janë në fushën e muzikës. Kështu që është diçka eksperimentale. Kështu që dashur Dafina, dëgjoj një vetëm refrenin dhe më thuaj si duket. Comment, share, tag, vetëm S në Instagram, Benzi, Zi, domat, hap, paret, ndor, shkojna, flag, 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 shkojna, flag, 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 shkojna, intimo posto. Okay, nice. That's not bad. That's very clubbish. Okej, zemër, ma tha fiksimi. Ma tha fiksimi. My work is done here, baby. My work is done. Të pëlqeu zemër? Flag, 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 Flag. E kam bërë për Instagramin. Tani jemi në mbyllje të Why Not. Dhe, duke qenë se është finalja e këtij sezoni të pestë, që vërtet ka qenë një sezon i larmishëm. Për herë të parë në sezonet e Why Not kemi patur bandën. Për herë të parë shumë artistë kanë ardhur dhe do vinë prapë. Dhe për herë të parë në mbylljen e madhe të Why Not vjen më e mira e të mirave Dafina Zeqiri. So, a mundemi ta bëjmë për herë të parë lojën 5 sekonda? Why not? Why not? Lojën më të famshme që kemi ne. Kështu që bëhemi gati. Futemi tani në lojën 5 sekonda. Jemi në lojën 5 sekonda shumë me Roza Lafi dhe Dafina Zeqiri, fiksimin e Rozës dhe jo vetëm. Unë mendoj ta nisim direkt e lojën. Yes. Roza, rëndit 3 punë shtëpie që i bën vetë. Fshi, i bëj për të ngrënë qendve, laj tualetin. Po enët kur nuk i laj. I hate that. Dafina, rëndit 3 perime sekse. Tomate, pjeshka, karota. Roza, 3 gjëra që bën në banjë më shpesh. Shof Netflix, gjoj muzikë, shof e të pasqyrë. Dafina, Se mu mi bën pyetjet më të vështira kjo po. Unë nuk e kuptoj motër, se nga që s'ka bërë pyetje provokuese më së. Po të na e haku. Okej, Dafina, 3 gjëra që të bëjmë për të qeshur. What makes you laugh? Bari, gensi, foncat. Roza, rëndit 3 fjalë të famshme që fillojnë me gërmën K. K, kali, kusia, karigja. Dafina, thuaj 3 fjalë të famshme që fillojnë me gërmën P. Edhe kjo është me P. Perime, Quhet, Okej, quhet. Roza, thuaj 3 gjëra për të cilat nuk bën dot. që nuk bëj dot. Pa qenushat e mi, pa mamin, pa ujë. Dafi, thuaj 3 pjesë të trupit që lanë me qef kur bën dush. Cicat, vithet, borkun. Roza, listo 3 fjalë që thua kur humbet diçka. Kur mbas diçka. O dreqin ku e lash, o mos, o rop. Përshëndesim bipin. Dalin bipet apo? Po, patjetër. Okej. Nice. Dafi, rëndit 3 gjëra që zbërthehen. My God, nuk më zbërthejnë shumë sane, për momentin që të pantolla janë të më shpërthy. Exactly, alright. Kjo ishe në loja 5 sekonda me Roza Lafi dhe Dafina Zeqirin. Dafi!
si të duk loja për sekonda? Nice, but I suck. No, girl. Roza Lati është definitivisht fituesja që sa i loja, domethënë. Zemra ime, unë këtë loj presi për cilë shtuarit me 5 vjetë. Unë nuk jam për sekonda, domethënë definitivisht jo. E dashur, e di për qa jeti, ty t'ka bërë zoti me i bën njerëzit marosën mas teje, kur t'i knohe performon. So, are you ready to do Definitely, performance please. for Why Not? Yes, I E am. mbyllim Why Not-in. Fiksi duhet. Duke bërë gëzuar banda. Gëzuar banda, gëzuar të gjithë. Për një sezon të suksesshëm, për Dafina Seqirin që kemi këtu, dhe për mbylljen që do bëhet tani. Zbrazim studion dhe bëhemi gati me një performancë live nga Dafina Seqiri me këngën e preferuar time, personally dhe të gjithëve, Zili Zili. Faleminderit që ishe pjesë e Why Not, e finales së madhe. We love you. Vazhdo shihemi në tetar. Kaloshi sa më mirë, kaloshi një verë sa më bukur. Ne ka që kishim. E mbyllëm.